إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Dia fetare ka shkallë dhe pozitë shumë të lartë të Allahu I lartë madhëruar, sepse pejgamberët nuk kanë lanë për trashëgimi dinara as dirham, pra nuk kanë lanë për trashëgimi pasuni, por pejgamberët e Allahut për trashëgimi e kanë lanë dijen e tyre. E kush e merr dijen të cilën e kanë lanë pejgamberët, kush e merr diturin të cilën e kanë lanë pejgamberët, ai e ka marr sendin më të rëndësishëm. E ka marr ajkën, e ka marr kajmaki dhe sendin më të rëndësishëm. Dietarët janë trashëgimtar të pejgamberëve. Dietarët I trashëgojnë pejgamberët me dijen e tyre. I trashëgojnë pejgamberët me dijen të cilën e kanë lanë, me veprat të cilat I kanë vepruar ata. Allahu subhanahu wa taala I ka ngrit njerëzit, e ka ngrit njeriu mbi krijesat e tjera. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, ne vërtet I nderuam pasardhësit e Ademit, I nderuam bijtë e Ademit, u mundësuam të udhëtojnë hipur në tokë dhe në det, I begatuam me ushqime të mira, I vlerësuam dhe I lartësuam ndaj shumicës së njerëzve që I kemi kriju. Pra Allahu subhanahu wa taala e ka dallu njeriu prej krijesave tjera për shkak të diturisë, për shkak të logjikës që ja u ka dhënë. Se Allahu I ka kriju të gjitha krijesat, mirë po vetëm njeriu I ka dhënë logjik, I ka dhënë dituri. Dietarët janë udhëzuesit e njerëzimit. Ata e udhëzojnë njerëzimin drejt të mirave, dhe dietarët janë ata të cilët e udhëzojnë njeriu për të larguar prej rrugëve të këqija. Dietarët janë më të dobishëm se baballarët dhe se nanat. Se dobia e baballarëve dhe nanave është e kufizuar vetëm tek fëmijët e tyre, ndërsa dobia e dietarëve është për të gjithë njerëzimin, është për të gjithë umetin, është për të gjithë njerëzit. Allahu subhanahu wa taala e ka ndarë në librin e Tij mes dietarëve dhe njerëzve tjerë, mes njerëzve të ditur dhe mes njerëzve të paditur. Thot Allahu në Kur'an, kul thuaj, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po padyshim se nuk janë të barabartë posëduesit e diturisë dhe ignorantët. Nuk barazohet I gjalli me të vdekurin.
Nuk barazohet ai që dëgjon me atë i cili është i shordhër. Nuk barazohet ai që sheh me atë i cili është i verbër. A nuk ka dallim në mes këtyre dy kategorive? Ka dallim të madh. Dia është dritë me të cilin udhëzohet njeriu dhe del nga errësira. Me dijen Allahu i ngrit njerëzit. Me dije Allahu subhanahu wa taala i ngrit njerëzimin. Dija është shkaku me të cilin njeriu e adhuron Allahun ashtu siç duhet. Se pa pas dituri, ti edhe Allahu nuk din me adhuru ashtu siç duhet. Pa pas dituri, ti edhe nuk e njeh edhe Zotin tënd. Pra dituria është e para. Çdo gjë që fiton njeriu në jetën e kësaj bote harxhohet përveç diturisë, e cila nuk harxhohet dhe është e përjetshme derisa shkatërrohet kjo botë. Sa për njerëzve kanë lënë pasuni, kanë lënë mall, kanë lënë sende të ndryshme. Neve nuk na bojnë dobi pasuritë e tyre, pushtetet e tyre, mallin të cilin e kanë lënë. Mirë, po nëse kanë lënë dituri, na kina nevojë për atë dituri. Ne përfitojna prej asaj diturie. Sa dietar, sa hoxhallar kanë vdekur, ndërsa ne tash përfitojna me dijen e tyre. Përfitojna me ilmin dhe diturin që e kanë lënë ata. Kjo është vlera e diturisë. Pra, krejt gjithçka harxhohet, pasunia, pushteti, pozita, përveç diturisë, e cila nuk harxhohet asnjëherë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, sa ati që Allahu ja do të mirën, ja mëson fen. Kujt Allahu ja do të mirën, ja mëson kuptimin e fesë, ja mëson në njoftë Allahun subhanahu wa taala. Njeriu palesa dituri me pas, palesa titulla mi pas, MR, prof, ai është ignorant përderisa nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala. Çka që ti e njeh historinë mirë, ndërsa nuk e din Allahun, nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala. Çka ti që je gjeograf, e një tokën, i një qiejt, i një planetet, ndërsa nuk e njeh krijuesin e këtyre qiejve, krijuesin e këtyre planetave, nuk e njeh krijuesin e kësaj toke. Pra çdo dituri është e pavlefshme, çdo njeri është pa vlera përderisa nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala. Përderisa nuk e njeh atë i cili e ka kriju. Çka na që kemi dituri ndërsa nuk e njohmi Allahun? Nuk e njohmi krijuesin ton. Domethënë çdo dituri është e pavlefshme kur na nuk e njohmi Allahun krijuesin ton. Allahu të mirat i jep atij i cili don dhe atij i cili nuk don. Mirë po fejnë Allahu subhanu wa taala ja jep vetëm atij i cili don dhe e kërkon ata. Askuj që lejohet që me pas lakmi dhe me pas zili përveç se në dy raste. Personit të cilët Allahu i ka dhënë pasuni dhe e shfrytëzon rrugën e Allahut, e shfrytëzon në vende të mira. Dhe personit të cilët Allahu i ka dhënë dituri dhe ai punon me atë dituri. Pra këtyre dy kategorive lejohet që m'ja pas lakmi, lejohet që m'ja pas zili. Ati personi i cili është i pasën, Allahu i ka dhënë pasuni, e shfrytëzon rrugën e Allahut, nuk është koprac. Dhe personi të cilit Allahu i ka dhënë dituri, dhe ai me atë dituri vepron edhe u mëson njerëzve tjerë. Kjo është vlera më e madhe. Dia fetare është rruga e sigurt për në xhenet. S'ka rrugë më të sigurt për në xhenet se sa dia fetare, se sa me njoftë Allahun subhanahu wa taala, me njoftë Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhi salam. Thot pejgamberi alayhi salam, sa ai i cili niset rrugës për me kërku dituri, Allahu ja lecon rrugën për në xhenet. A don Allahu me ta lecu ti rrugën për në xhenet dhe me të fut në xhenet? Andaj merre rrugën e diturisë, kërkoje dijen e dobishme, kërkoje dijen fetare. Muslimanët e parë, selefu salih, i madhëronin dietarët dhe i nderonin ata me nderimin më të madh, me nderimin më të mirë. Halifja i muslimanëve, Abdul Malik ibn Marwani, shkojnë Mesjidul Haram, shkojnë Qabe dhe bani tavaf rreth Qabës me dy djemtë e tina. Pastaj
u ul në mejlisin e djetarit të Mekës, Ata ibn Abi Rabah, ishte prej djetarëve më të madh të Mekës, ishte duke ligjëruar në xhami, ishte duke ligjëruar në Mesjidul Haram në Qabe. Pasi që bani të dhafret Qabës, halifja e muslimanëve, Abdul Malik ibn Marwani, u në mejlisin e djetarit të Mekës, dhe e pyeti disa pyetje, përfitoi prej dijes së tina. Dhe pasi që ju përgjish djetari i Mekës, kur u largu prej mejlisit, Abdul Malik ibn Marwani i këshilloi dy djemtë e tina. Dhe ju tha, mësoni dijen, sepse vallahi asnjëherë nuk do të haroj uljen para këtij djetari. Para mëno, ka qenë halife i muslimanëve, ka qenë prijes i muslimanëve, ka qenë kryetar, njeriu i parë i shtetit, njeriu i parë i muslimanëve. Mirë po, është ul në dy gjunjë para djetarit, është ul në dy gjunjë para alimit. Pra dija ka vlerë më të madhe se pushteti, dija ka vlerë më të madhe se pasuria, dija ka vlerë më të madhe se pozita. Pra e para është dija, pastaj vijnë të gjitha të tjera. Nuk duhet ta zgjas. Prej kësaj të diele do të filloj me ligjërata javore. Pas namazit të jacis, do të ligjërojmë mbi historitë e pejgamberëve në Kur'an. Prej të pejgamberi i parë deri te pejgamberi i fundit. Pra prej të Ademi alayhis salam deri te vula pejgamberëve, pejgamberi i fundit Muhamedi alayhis salam. Andaj ata të cilët dëshirojnë me marr prej dijes së pejgamberit alayhis salam, prej dijes së Kur'anit, le të prezantojnë në mejlise të dijes, le të prezantojnë në mejlise ku përmendet Allahu, le të prezantojnë në mejlise ku zbret mëshira Allahu subhanahu wa taala, le të prezantojnë në mejlise ku zbresin melekt. Andaj, ata të cilët dëshirojnë me përfitu, edhe me hinë mëshirën e Allahu subhanahu wa taala, me marr edhe sevapin, edhe shpërblimin, edhe dijen fetare, mund të prezantojnë çdo të diel pas namazit të jacis, ku do të shpjegojmë mbi temën historitë e pejgamberëve në Kur'an. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi i takon Allahut të Zotit të botrave.